po arrin me u konsideru për shkak të një blokade politike që një shumicë parlamentare dalëm nga zgjedhjet e 9 shkurtit po e bllokojnë konstituimin e Kuvendit, mendoj që është pozitive një ftesë e saj për me u konsultu me gjithë kryetarët e partive politike që kanë fitu mandate dhe që janë pjesë e Kuvendit për me u mundu me jep një zgjidhje e kësaj situate që fora në Kuvend, sepse mendoj që Kosova është mbi gjitha, pra edhe mbi interesat. Nga Aleanca mirëpresë do të shkojnë në një takim. Me gjas po nuk është që jam konsultu orët e fundit me ditë se cili është qëndrimi i tyre, po prapë po japin një mendim timin që mendoj që është korrekt dhe mendoj që me shumë gjas edhe Aleanca ka me e përkrah këtë iniciativë të presidentes edhe me gjas që ka me marrë pjesë, padyshim sepse nuk ka arsye mos e marrë pjesë. Nëse flasim për Aleanca gjithmonë ka qenë e gatshme për me zhblloku Kuvendin, madje ka ofruar edhe alternativë ndaj partisë që ka dalë para në zgjedhjet e 9 shkurtit, që ndrojeni kandidatin dhe gjeni kandidat që mund të jetë më konsensual dhe më i pranueshëm për parti tjera politike, edhe ne do ta votojmë dhe do të ecim tutje, po partia që ka dalë para në zgjedhje në asnjë rrethon nuk ka dëshirë dhe vullnet për me ecë tutje, për me zhblloku Kuvendin dhe me ecë tutje, po thjesht vetëm po e mbajnë bllokaden tek një kandidatë që ata kanë propozuar dhe që në asnjë rrethon nuk po pranojnë me ndryshu, vetëm që po tentojnë me shkelje kushtetuese, me shkelje ligjore dhe me shkelje të rregulluara së Kuvendit me kontrabandu me votim të fshet zgjedhjen e kryetarit apo kryetares së Kuvendit siç kanë tentuar në 2 seanca. A mendoni se është vonuar presidentja, a është dashur që vetë të ndërmarrë një iniciativë meqense sipas reagimit pra të zotit Kupina, këshilltarit të presidentes, drejt me tani nuk ka pasur një kërkesë të tillë tek tani kur ka një kërkesë pra që vije ose nga pak a shumë nga PDK-ja dhe nga LDK-ja, tani presidentja futet në aksion. A është dashur vetë ndërmarrë kur e ka parë ndoshta seanca pare, 5-ta, 7-ta, 10-ta, kështu me radhë? Mendoj që nuk ka pas nevojë presidenca me prit një kërkesë apo një reagim nga partitë politike që janë përfaqësuar në Kuvend për me marrë iniciativë të tillë, për shkak se përmenda që është, obligim kushtetues i presidentes në këtë rast, që me u siguru që institucionet të kanë me funksionu. Në momentin kur presidenca ka pa që po dështojnë seancat e radhazi dhe nuk po arrit me u konstituu Kuvendi, atëherë mendoj që është dashur shumë herët me e ftun konsult këtë kryetarët e partive politike apo përfaqësues partive politike për me u mundu me gjetë një zgjidhje qysh me kalu nga kjo blokadë edhe me ecë tutje, sepse e thash edhe një herë, edhe për partitë politike, edhe për këtë deputet që janë të zgjedhur që kanë fituar mandat, po edhe për presidentën mbi gjitha duhet jetë Kosova. Prandaj mendoj që Kosova nuk duhet me humb asnjë ditë me bllokadat e tilla, po sa më shpejt me kriju institucionet dhe me vazhdu me vendos kontaktet me partnerët tonë që janë sigurisë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, dhe me ecë tutje sepse po e shohim domethënë se si është momentalisht situata gjeopolitike në botë dhe ne nuk duhet humbim asnjë ditë, asnjë minutë, asnjë sekond kohë, po duhet ecim tutje. Prandaj mendoj që është e vënuar këtë drejtim, por megjithatë mirë që të paktën tash është marrë, të shohim ka me pas sukses ajo, po duke marrë parasysh qëndrimet e partive politike, sidomos qëndrimet e vetëvendosjes dhe liderit saj Albin Kurti, mendoj që do të jetë shumë problem që na takim që presidenti i fton me pas mundësi me jap zgjidhje këtij problemi. A nuk ishin bashk? A nuk janë bashk? Ishin bashk gjatë fillimit të rrugtimit tyre politik, në atë martesën e hershme politike të tyre, po që diku ka gjysma rrugës ose pak mbrapa fillun dhe i acarun raportet, edhe tash me gjas nuk është që ka raportet mira mes presidentit Osmani dhe kryeministit në detyrë Albin Kurti. Dhe kjo mund të jetë arsye që mbasë nuk... Nuk mund të jetë kjo arsyeja, nuk besoj që kjo mund të jetë arsyeja që nuk mund gjendet një zgjidhje, po thjesht atë që diskutuam edhe më herët, qefi i madh i tyre me mbetën në pushtet domosdoshmërisht, domethënë kjo mund të jetë ajo pengesa, sepse po të kishin vullnet këta me jetë tutje, nuk kishin pas nevojë as me ardhë deri tek ftesa e presidentes për me ftu partitë në konsult, po thjesht i kishin dëgjuar deputet në këtë rast zoti Haradinaj disa herë ka jap zgjidhje, ka thënë propozojnë një kandidat tjetër dhe për neve nuk është problem, votat tona i keni dhe do ta keni kryevendarin, mase që kushtetuta përcakton që ju keni të drejtë për me propozu, dhe ata nuk kanë lëviz tutje, po kjo tregon që ata nuk kanë vullnet politik për me ecë tutje, po thjesht vullneti i tyre momental është me e blloku Kuvendin, për aq kohë sa nuk mrin me kontrabandu me parë në një deputet, për me mëri me krijuar shumicën parlamentare që është e nevojshme edhe për me zgjedh kryetarin e Kuvendit dhe njëkohësisht edhe për me votu qeverinë që është gjartë një deputet. Po që siç duket, realiteti është që janë shumë larg asaj. Ndërkohë nesër seanca radhës. Tashmë kemi filluar të humbim pak edhe fillin në numërim sa tash.
13. E 13. Në nëse Shumë janë bërë. Jo, vetëm Do tjetë prap tërës apo